nuk zhgënjehet zemra e atij njeriut e cila vetëm nga Allahu gjëra dhe nevojat e tij i kërkon. Dhe për ti realizimin e tyre shpreson. Ajo zemra s'ka mu zhgënjë. Pse? Sepse sigurisht që Allahu ka me ja plotësua ato dëshira, ato kërkesa dhe ato ëndra të veta. Allahu i madhreshëm nuk e lën njeriu në vet, por ai e teston. Ama edhe kur e teston, Allahu Dhul Jalal do të e shoqëron atë gjatë testimit të tij. Sa me nafak është robi të cilin Allahu e don edhe e teston. Vetmia. Çfarë vetmia është ajo ku njeriu në këtë gjendje e din se Allahu atë e sheh dhe e ndihmon qast pas qasti duke ecë përpara dhe duke kalu atë situatë. Andaj la tahzan inna Allaha ma'ana, mos u pikëllo. Allah është me ne. Shifne, këto janë mesazhe shpresdhënëse, të vërteta. Mesazhe që na mbushin me energji, me vullnet, mos më u ndal, mos më u zhgënjy asnjëherë në jetë. Mos më mendu se Allahu na kalon vet. Mos më mendu se kemi vetmi dhe kur kush nuk është me neve se Allahu ne kemi me vete. Mos më mendu se kur kush është me ne se Allahu është me ne. Andaj Allahu i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam la tahzan. Radish Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha Abu Bekrit mos u pikëllo se Allahu është me ne. E i tha Allahu i madhëshëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ma wadda'aka rabbuka wama qala, nuk të la Zoti jot as të braktisi. Edhe unë edhe ti nëse jemi të lidhur me Allahun, s'kemi çka më zhgënjy sepse këtë dëshirat tona do realizohen. Nuk kemi nevojë me mendu se na kalon Allahu sepse ai na shoqëron, na don dhe na teston. Nuk duhet me mendu se kemi vetmi, se asken se kemi vete, se Allahu ne kemi vete dhe ai na shoqëron të gjitha fazat e jetës, edhe të bollokut, edhe të varfënisë, edhe të mirëqenjes, edhe të problemeve, dhe mjafton porosia Allahut la tahzan inna Allaha ma'ana, mos u pikëllo se Allahu është me ne. Merre këtë porosi, le të shoqëroje vazhdimisht dhe mbushe veten me optimizëm, me energji pozitive, mos lejo me fitu të ti pesimizmi dhe energjia negative. Allahu na boft optimist dhe me energji pozitive dhe na ruajt nga çdo vezvese e shejtanit e cila mbjellë të na pesimizëm dhe energji negative.